Është e vështirë, po dhe jo shumë, se unë tash ja ku morë dorën. Jemi duke tentuar me afru masa afirmative të cilat e vendosin në pa rolin e gruas në shoqëri, e sidomos asaj rurale. Jemi shumë të vetëdijshme për sfidat që i keni ju me qasjen dhe të drejtën në tokë, e që është një prej sfidave serioze që i pengon gratë në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe bizneseve të tyre duke u kufizuar qasjen në kredi. Kjo është prodhim dikon 70% prodhimi joni, që e bojmë vetë. Na jemi si biznes i regjistrum, kemi fillu që 7 vite, njerë si shoqat e grave, mirë po gradualisht duhe po që interesimi i grave për një bashkëpunim mes vete, viket të usbe, edhe atëhere vendasëm e banëm një SHPK, dikon dhe 20.000 kavanoza si vjeti kam. Për kraje, përveç që po e subvencionojnë këtë kultivimin e specit, tjetër për kraje, po ma shumë kemë prej organizatave. Është disa ta herë, nuk është që marrë pjesë në herën e parë, por është disa ta herë, edhe si biznes, po edhe si shoqat. Në këto panajiret, me thonë marrim pjesë çdo herë. Po ne edhe, do me thonë, nuk në shpenzojmë përveç se merrem vetë me bletun, edhe kjo është mjarë që ne kemi në shtëpi, e sillim këtu thjesht na bëhet një reklam për biznesin tonë. Dim çka konsumojmë të paktën konsumatorët tonë, që mos të importojmë ma shumë, po të prim prodhime vendore. Kur je pjesë e një panajiri, je për krahë një mënyrën. Është e vështirë, po dhe jo shumë, se unë tash ja ku morë dorën, po nuk është pas shumë. Se do i kum pos gatshme, do i kum bo, nuk është shumë. Po mirë është, nuk ka keq mira. Po duhet, ma mirë, ma shpesh ma mirë është. Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Bujqësisë, e konsideron thelbësor rolin e grave në shoqëri, jo vetëm si parem moral dhe ekonomik, po si një bazament për zhvillim të qëndrueshëm sociokulturor, ekonomik, ambiental e gjitha tjera. Si qeveria e Kosovës gjatë këtyre viteve kemi tentuar në maksimum në rrethonat dhe buxhetin në dispozicion që t'i kushtojmë rëndësi të madhe rolit të grave në shoqëri, sidomos për të arritur targetin e barazisë gjinore. Si Ministri i Bujqësisë kemi hartuar programet, në kodë programet tona për subvencione dhe grante, jemi duke tentuar me afru masa afirmative të cilat e vendosin në pa rolin e gruas në shoqëri, e sidomos asaj rurale. Komuna e Prishtinës brenda kapacitetit të saj buxhetore gjatë gjithë kohës ka bërë përpjekje maksimale për përkrahjen e grave, sidomos të grave në zona rurale, në përmirësimin e kushteve të tyre të jetës, edhe sidomos kjo përkrahje është vërë pra në formë të granteve, projekteve të ndryshme, por edhe në formë të pagesave direkte. Kjo përkrahje jemi të vetëdijshëm që nuk është e mjaftueshme dhe themi kështu planet, programet tona konsistojnë atë që kjo përkrahje të shkojë çdo herë të urrit. Kjo dita ndërkombëtare e grave rurale është për ju që njihni tokën më mirë se kushdo dhe që ktheni çdo sfidë në mundësi edhe ndryshim. Ne jemi duke zbatuar një projekt konkret i cili ka pas një fokus kryesisht në komunat e afektuara nga vërshimet para disa viteve. Megjithatë, ne jemi duke punuar edhe në ministrinë në disa analiza të rëndësishme, por jemi shumë të vetëdijshme për sfidat që i keni ju me qasjen dhe të drejtën në tokë, e që është një prej sfidave serioze që i pengon gratë në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe bizneseve të tyre duke u kufizuar qasjen në kredi.